Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pëllum Pilinçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, dje portale televizive dha një lajm të papritur. Altin Dumani shkarkoi ish kryetarin Arben Kraja. Duket që po realizojnë deklaratat tuaja, do ketë disa arrestime në SPAK dhe në ambasadat europiane. Ç'mendim keni ju se shqiptarët po presin? Mi mbrëma shqiptar. Sot ditë e premte, një ditë e bukur për shqiptarët dhe një ditë e hedhur për hajdutët dhe vrasësit e 34 vite. Gazetarja më bën pyetje. Kam e vend. Unë kam thënë gjithmonë të dashur shqiptar se ne, shqiptarët, stërnipët e Aleksandrit e të Skënderbeut, nuk pyesën për tjerët. Unë kam thënë që e nga SPAK-u do arrestohen. Bilem është vonuar. Kraja, Arben Kraja, ka qenë një punojësi i regjimit komunist. Ka punuar gjithë jetën e tij. E kanë caktuar Berisha me nanën, me Ilir Metën, me çdo punë të rëndësishme. E kanë pasuruar me vila. Dhe më në fund e futën SPAK. Për arsye, shqiptarët mund të thonë, po pse e futën SPAK? Po nuk I mirëmim ne nga Amerika e t'i sillnim. Muarm ata më të keqt, më të mirët. U vunë SPAK. Dhe në kaq vjet, Arben Kraja bëri demi më të madh. Unë kam thënë shqiptarëve, nuk bëj shaka me dollarin amerikan. Të marrësh $1, ti jep atë që takon. Arben Kraja, kjo fytyrë që shihni ju këtu në televizor të dashur shqiptar, shiko si është në fytyrë, në mbledhjen e fundit që ka bërë. Shikojeni, lexojeni fytyrën e tij. Një hajdut, një vrasës, një denoncues, çdo gjë beshe në SPAK. Po vërtet, komunistët bolshevik nuk din gjë. Ai edhe kur vinte në banjo, e kur flinte në kravat, në familje, ai dëgjoshe, ai shikoshe. Por e limin të lirë, çfarë do bënte? Ai gjithë denoncimet I ka bërë. Ai lajmëroi zëvendës kryeministrin që ai do vi shumë shpejt edhe ai në burg, që është në Evropë, diku. Ai lajmëroi dhe zëvendës kryeministrin që ndodhet sot. Ai lajmëroi të gjithë njerëzit. Ai është miku minguisht I Berishës, I Ilirit, I nanës, I Edi Ramës. Por nuk është çudi të dashur bashkëdhetar shqiptar, se ajo hoq. Nuk është puna që hiqet, po është puna që do japi llogari, jo ai, po kemi e 4-5 të tjera ti. Do japi llogari për paratë që kanë marrë nga Amerika. Për fjalën që ka thënë në Amerikë, ka qenë në Amerikë shumë herë, kjo fytyrë. Duke ngrënë, duke pirë në për hotele në Amerikë. Ai dinte që na gënjente. Ai dinte që amerikanët janë bolshevik. Ja. Amerikanët, ati në vendin e dur që janë gjykate kudo, e duan Shqipërinë. Për këtë arsye, taksat amerikane e kanë krijuar SPAK-un dhe Biron Kombëtare. Ai do japi shumë llogari. Për çdo fjalë që ka thënë. Pra të dashur shqiptar, është e çuditshme për njerëzit që e bëjnë për televizor, që thot gazetarja, që kanë dalë në lajmet, për jo s'është asgjë çfarë.
Unë nuk kam thënë që do arrestojnë, po çdo gjë ne e bim të sakt minutën që vjen, orën që vjen, dhe çdo gjë. U kam thënë, nuk ka zgjedhje, po ka vetëm arrestime në këtë kohë të nxehtë. Ka paguarin dëmi që i kam bërë këtij kombi për 34 vjet. Pra, unë i them kryetarit që është atje, qëndro fjalën që ke thënë, je i siguruar, familja jote është çdo gjë. Ato shkresa që ti ka dërguar byroja kombëtare dhe ajo kryetarja e byros kombëtare ka dërguar dosjen aty ku duhet, të dëgjojnë gjithë prokurorët e SPAK-ut. Ne dim çdo lëvizje që bëhen. Pra, përfundoni arrestimet se shqiptarët u lodh. U lodh. Filloni arrestimet. Unë nuk kam thënë nuk ka kyça të dashur shqiptar, po ka litarë që janë shumë. Janë shumë. Unë nuk kam thënë janë 1820 ish deputetët e deputetët, ish ministra e ministra, ish presidenta dhe presidentët, që kanë bërë këti kombit shqiptar. Të gjithë para gjyqit. Të shikojnë shqiptarë se që kanë bërë. Të shikojnë të vëllezër shqiptarë, të dashur shqiptarë, sa frikacake janë këta. Ta s'kan fytyrë. Që njeri që ka fytyrë nuk vjetë, nuk vret. Se ne kemi zakonit e kanunit, zakonit e vjetra. Po këta ngatruan dhe rinin. Ngatruan gjithë, i bin me emër drogista. Këta janë drogista. Pra, zonja gazetare, Arben Kraja së gjithë çfarë. Është 100 i 1000, e gjithë do arrestohen këtë ditë. Do përfundoj shumë bukur. Kjo është qëllimi që unë më 4 të muajt që të vi, bëj festën e çlirimit të Amerikës dhe çlirimin të tiranisë bolshevike. Të gjithë këta në burg dhe do punojnë si slevë për të bërë rrugët që i kanë prishur. Profesor, me bujqësinë tonë në kushte miranë asnjë subvencion, qeveria grabit fondet e Bashkimit Evropian dhe si pasojë Europa na preu fondet. Ndërkohë Edi Rama bashkë me qeveritarët europian që erdhën në Tiranë na premton Europën. Pyetja ime është dhe gjithë shqiptarëve, çfarë do bëj Partia Shpresa Demokrate për bujqësinë tonë? Zonja gazetare, që është pyetje që Shqipëria kanë qenë të gjithë kooperativë edhe ferma. Të rinë të më kuptojnë. Do të thotë bujqësi. Zonja gazetare, këta kanë dëmtuar për 34 vjet 3 kryesoret. Kanë dëmtuar bujqësinë, që bujqësia është ushqimi. Shporta që i thoni ju, keni mësuar një fjalë të re, shporta. Po unë po them shqip, bukë, për të ngrënë, që shqiptarët janë mësuar me bukë thatë, po s'ka zë bukë. Këta i kanë marrë parat, po i mbajnë për vete. Këtu është bërë qëllimisht zonja gazetare për bujqësinë. Se kur them bujqësi, bëhet drith, dashur të rinj, bëhet buka. Perime, fruta, që tokë e bekuar, ka ujë, flori, naft, çfarë nuk ka në tokën tonë. Por aman, ka 100 vjet që të huajt na urdhojnë. Për këtë janë friksuar shqiptare që nuk dalën. Zonja gazetare, kjo nuk është parti. Po jemi detyruar që vunë me një parti të dashur shqiptar. Kjo është shpresa e kombit. Shpresa e çlirimit të Shqipërisë. Të dashur bujk. Ne jemi tër bujk. Ne jemi gjithë mërsor. Ne në përballje jemi rritur, edhe në përfusha.
Në këto male të bukura që janë kemi luftuar me shekull me Turqin, me çdo njeri. Siç u kam thënë gjithmonë, jemi goditur, jemi vrarë për aman, nuk jemi përkullur. 400 vjet në luftë, jak pra ku jemi. Shpresa e kombit ditën e parë që të marrin qeverinë. Çdo bujk që ndodhet në tokën e kufijve natyror, e kanë fjalën Kosovë, Maqedoni, Maltëzi, dhe çamrinj do marrëm, po flas njëherë për njëherë për tokën e djegur këtu brenda nga këta të Tiranis për 100 vjet. Çdo bujk do ketë mjetet e modernit të kohës së sotshme. Këtu është përhapur se nuk ka kanale, janë prishur kanalet. Akoma flasën me shekuj. Të dashur shqiptar, nuk është kohë e parmendës, e asaj që dy bakti i shtynje dhe benje. Sot është kohë e filozofisë. Është kohë e re, e shekullit 20. Nuk ka nevojë për kanale. Çdo njeri do hapi pus me anë e saj, si në Amerikë, me anë e litrikut, ujë shkon kudo. Nuk është punë e kanaleve të fillojmë të vriten njeri me tjetrin, t'ja presi kanalin më përpara e të vriten me shpatë. Jo. Në bujkë do t'i japën çfarë të kërkojë. Ai që ka dëshirë për bakti. Sa të ketë dëshirë, dikush mund të thotë, si ka mundësi? Po ka mundësi. Sa më shumë t'i japësh bujkut bakti, aq më shumë qeveria merr para. Sepse mishi ka rëndësi në botë. Fruta ka rëndësi. Perimet bën në këtë tokën shqiptare. Unë kam pyetur agronom, specialist, vetëm në tokën që quajmë ne, Tiranë, Korç, Jug, Veri, nuk thonë për Kosovën e Maqedoninë, 20 milion ushqen kjo tokë me fruta e me çdo gjë, me ushqime. Çdo shqiptar do ketë makinerinë e duhur, do ketë farën origjinale, do të sjellëm direkt nga Amerika. Dikush agronom më thanë që na duhet 2 vjet të bëjmë farën origjinale. I shikova në sy. Ne e sjellëm për 9 orë nga Amerika, farën origjinale, për t'ia dhënë bujqeve, për fruta që ka Shqipëria të shishme, bukën të shishme, që sot hani ushqimet e Serbit, e Bullgarit, e Rumunëve. Frutat që po i hani nga gjithë bota, që janë të skaduara, i sjellën këtu. Do t'i ketë çdo gjë bujku gratis. Për herë të parë. Do të ketë ndihmë si në Amerikë. Nëse bujqit është një nxehtë o fortunë prishet, shteti i jep fonde përsëri të filloj punën e vet si në Amerikë. Ne do arrim të shesëm botës së dashur bashkëdhetar shqiptar. Asgjë nuk do futëm në kufinin ton nga bota e jashtme. Ne do të shesim, po kurrë nuk do blem këtë tokë, çfarë nuk ka. Benzina nuk dohet më shtren se 30-40 cenca litra. Prodhohet tu, gjitha ajo Amerikë që e merr nga jashtë e shet 1 litër 45 cenca. Kurse këtu në tokën tonë bëhet $2. Se i marrën ata zonjë që the ti, erdhë kryeministrat e ministrat e Evropës. Erdhë rrugaqëria këtu bashk me Edi Ramën dhe nxirrin pasaportën europiane. Harruan ata të Evropës, se Evropën e kemi krijuar ne. Kjo është Evropa, Shqipëria, të dashur shqiptar.
Nuk thot kot pilin që i do bim një ur, jo vërtet ur, po ur Amerikë-Shqipëri. Sepse e duam Amerikën, këtë flamur e kemi dashur dhe e duam. Të parët tonë e kanë forcuar këtë flamur. Do dalën dokumenta originale. Të jemi krenar, që jemi shqiptar, edhe me tokën e bekuar për 300 vjetë në Amerikë. Të jemi krenar që jemi shqiptar. Pra, buqi do kënë, shfar kënë dëshirë, a është kyqi, është shimit që hanë për ditë, që këta me gjutë, uaj, flasën, shporta, o ka me bukur, që të thuash bukën, fruta, shqiptare. Talët bota me ne. Talën, ata kryeministra, rrugaqëria. Ja pra çdo të njaj. Shumë shpejt. Pra, të dashur bujkuini, ne me bujqë të gjithë. Do kini bakti, do kini çfarë do ju doni. Që t'i shisti botës. Dhe të mos vilni ullin e grekut. E të mos pastroni të vjetrit e Evropës. Arritën shqiptarët dhe vem pastrojnë rrugët e Italisë. Po të vinë ata të pastrojnë këtu. Rrugët tona si dikur i kanë pastruar. Qëndroni pra shqiptarë, mos kini frikë, mos rini në përlurisht e loni letra. E janë në shpresa e kombit. Kjo nuk është parti. Kjo është për ju, për kombin shqiptar, për ne, që fëmijët tuaj, tonit, të jetojnë. E janë pra, një muart me të vdekurit, ta përfunduan. Arestimet më të 4 anët do bëhen. Unë nuk kam thënë, 97% do t'jenë të gëzuar, 3% do jenë të hidhëruar. Dhe unë u them, dhe fëmijëve të atyre që quajnë milionerë, oligark, ka dhe një emër të huaj. Ja po e them pra, pasurik, dje, me çorape peleshi pedhije, me atlete kineze. Sot kemi vapor, është ai peshku të Elbasanit, e kam gjetë vapori, thot, në Bregdet. Ja ka sjella, apo e ka gjetur? Tjetri thot, unë jam milioner, thot, kam gjithë hotelet, kam gjithë dyqanet e mëdhaja, janë tuaj shqiptarë. Janë gjitha tuaj. Prandaj të dashur shqiptar, bujq, do jeni këtu, keni mësuar nga jashtë, të mbani Shqipërinë, të bëhet çdo gjë perime, të shesën tuaj. Pra sëri u them, e kemi me ditë që të bëjmë qeverinë. Shqiptarët e mi, lani perime shumë shpejt, lani se janë me ilaçe, u sjellën ju për të vend kancer. Lajeni grurin para se ta bëni. Edhe derrat nuk e hanë atë që sjellën në Shqipëri. Gruni shqiptar, jo revolt. Gruni takoni një tjetër, mos keni frikë. Jam habitur që kanë frikë. E kujt keni frikë? Për të vdekurve? E pesi thonë, kur vete fleta e arrestimit, jam sëmur, tjetër. Tjetëri thot, do vem stomaku, jam spital. Tjetra thot, jam në Itali, jam në Greqi. Unë nuk kam thënë të dashur shqiptar. E në hënë të venë këtu. Në tokën shqiptare doja apellogari demit që kanë bërë këti kombi, që e shkatruan nga themeli, flasën të rinë me vete. Nuk martojnë se s'kan shtëpi. Të rinë, do keni hyrjet e dynjas. Të këto kullat që shini, do t'i kthejmë në familje. Shqipëria do bëhet turizm, mi bukur në botë. Pra të dashur shqiptar, bujk, rrini të qetë, prisni fëmijë, filloni pregatituni, për çdo gjë, shpresa e kombit është për ju, jeni të gjithë të barabartë,
Unë u them demokratëve që ishin me atë PD-n që vrau u vodhi, e janë i këtu. Unë i them atyre që ishin me PS, ata nuk janë socialistë, po nga e keqe. S'dini ku të vinë. Je me PD-n e je me PS-n. Janë të dyja bolshevike, janë të dyja anti-shqiptare, e patë edhe vetë. Thatë, nuk e mbesuat Pilinqin, nuk do arrestojmë ne. Do dalim në votime, e patë. E bën në atë mënyrë që t'i shihni që kanë vjedhur njëri tjetrin. Pra, zonja gazetare, keni të? A keni diçka për të shtuar ju, profesor? Unë s'kam asgjë për shtuar, vetëm u them kjo e premte, shqiptar, prisni, do t'i dëgjoni, mos mbesoni, analistët e vjetër, ata e kanë me ditë të numëruara, ata u kanë mashtruar, nuk e kanë fjalën për gazetarët e analistët e ri që janë në publik, në teren, por ata nuk i përfillën, ata nuk i paguajnë, ata do t'jenë shpresa e kombit, ata të rinj, janë shumë të zgjuar, flasën realitetin, po kanë frikë. Pra, e janë në shpresa e kombit, e janë të dashur shqiptarë, të shpëtoni njerë për gjithmonë. Natën e mirë, e miru pafshim, ditën e henë, edhe unë do bëj një pushim ditën e shtunë. Kam dalë gjithmonë, më keni pritur, por të shtunën unë do bëj pushim. E njëherë, natën e mirë, rrini të qetë, shikoni arrestimet që do bëhen dhe zvarë do hiqen. Natën e mirë, dashur shqiptarë. Faleminderit, profesor. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.